Në një atmosferë të ngrohtë plot me miqe dashamirës, gazetari i njohur Durrësak Gëzim Kabashi promovoi librin e tij të ri, Rrëfimet e një qyteti. Puna e një çerek shekulli përmblidhet në faqet e këtij libri, dedikuar portreteve të 75 personazheve durrësake që kanë lënë shenjë në historinë moderne të qytetit 3000 vjeçar. Këto kanë qenë njerëz të dalë nga xhiri i Durrësakëve, i kanë shërbyer komunitetit Durrësak dhe Gëzimi ka bërë një punë shumë të lavdërueshme, duke i paraqitur këto, duke i sjellë një libër dhe duke i bërë të pavdekshëm, pasi do të hyjë në arkivin e qytetit. Është një kënaqësi dhe nderim i veçantë, sepse edhe krejt libri i Gëzim Kabashit këtë qëllim ka, të nderoj figura dhe ngjarje të së kaluarës, duke i ngritur në piedestalin e më të bukur. Me librin e ri Rrëfimet e një qyteti, i cili pason librin e parë me artistët e qytetit, Kabashi sjell një tjetër dëshmi të çmuar për memorien dhe identitetin e Durrësit, gjë që u theksua në fjalën e shumë prej të pranishmëve gjatë mbrëmjes letrare. Ka gërmuar gjithë ato shkrimet e Gëzimit dhe ka bërë një libër. Kështu që në autorsinë e këtij libri, përveç Gëzimit, hyn edhe Aureli. Dhe unë tani e përmenda këtë fakt sepse ka një ngruzë të përbashkët midis të dyve. Libri flet kryesisht për qytetin e Durrësit. Edhe shkrimi i atit Gëzimit është për Durrësin, edhe ajo kujdesi, vëmendja e Aurelit është për Durrësin. Unë sonte nuk do doja të ndaja gazetarin nga shkrimtari. Kanë një mbrus të përbashkët, kontributin e pandërprerë për Durrësin. Gëzimi fton këtu, pra në librin e tij, mjek, intelektual, artist në këtë mozaik për të përjetësuar ata dhe për të dhënë mesazhin që këto janë vlerat e një qyteti, këto janë hapësirat intelektuale. Edhe rrëfimet e këtij libri janë tjetër veçse gjurmë të jetës së gjallë të këtij qyteti. Besoj që është një ndër libra i art i memorjes të qytetit të Durrës. Një përshëndetje nga Amerika e Largët erdhi gjatë mbrëmjes dhe nga Teuta Mulaj, redaktoria e parë e shkrimeve të Kabashit. Përshëndetje që u lexua nga redaktoria e librit Rrëfimet e një qyteti dhe njëkohësisht moderatorja e mbrëmjes letrare Teuta Dhima. Në faqet e librit gjejnë vend mjekët dhe detarët, arkeologët dhe historianët, njerëzit e letrave dhe artistët e artit pamor të qytetit, jetën dhe veprën e të cilëve e rrëfen me një gjuhë plot stil gazetari Kabashi. Çdo qytet ka nevojë për zërin e atyre që dinë ta dëgjojnë dhe ta shkruajnë historinë, dhe një prej atyre është pikërisht Gëzim Kabashi.